do i respektojmë rregulloren e kuvendit, do e respektojmë në fakt edhe kushtetutën, sepse e parashef që në krizat e tilla çdo 48 orë të mbahen seancat plenare, ne do t'i respektojmë. Dhe çfarë pritet të ndodhë nesër? A do të ketë ndonjë ndryshim, zonja Kadriaj? Pra, ju jeni deputete e AK-s, shumicën e ka lëvizjeve të vendosje i takon që të propozoj e para kryetari, fakti takon që ai ta bëj propozim për kryetar të kuvendit, a ka ndonjë sinjal, ndonjë shenjë për ndonjë ndryshim? Ne në fakt s'kemi një informacion se çfarë do të ndodhë. Informacionet dërisi do i dosht të na sjellë nesër në kuvendin e Kosovës partia më e madhe, e cila edhe ka të drejtën e propozimit të kandidatit për kryeparlamentar. Mirëpo me sa po e shoh për lëvizjen vendosje nuk po e konsideron përpjekja 19 nesër për konstituimin e kuvendit, nuk po e konsideron si blokad institucionale ose blokad konstituimit të kuvendit të Republikës së Kosovës, bile ai ka thënë që është urgjencë e mediave e jo e institucioneve, në fakt kongresin në institucione mos konstituimi blokon plot procese, shumë procese dhe zotit Kurti s'po i bëhet fare vonë. Zonja Kadriaj, para se të kalojmë mëgjërësisht në këtë temë, apo i kontriboni edhe ju që keni më pak deputet, pra duke mos ja votuar një kandidat për t'i dhënë shans zhbllokimit? Nuk është obligimi i partive opozitare ose partive të tjera votimi i kandidatit për kryeparlamentar. Në fakt, kryeparlamentari, kryeministri bëhet me marrëveshje politike, bëhet me koalicione dhe atëherë siguron votat njëjtësi për kryeparlamentar, pashtu edhe për qeverinë. Por me që se me një gësht të tillë, pra, zonja Kadriaj, situata po e shohim, pra, nuk ka vendime edhe mund të ketë mirë, po e shohim çmimet, po e shohim situatën ekonomike në vend, po e shohim gjitha këto, pyetjen e një do ja bëja deputetëve të vendosjes, por nuk vinë, pra, këto në studio, prandaj po ju pyes edhe ju. Jo, po përgjigj në ajo çka është kushtetuese, po përgjigj në ajo çka është ligjor, çka është rregull, partitë të tjera, të cilat nuk janë në koalicion ose nuk kanë në një marrëveshje politike me lëvizjet vendosje, nuk e kanë obligim me votu kryeparlamentarin në fakt. Kryeparlamentarit duhet Albin Kurti duhet të siguroj votat për kryeparlamentarin e propozuar, megjithatë për hiqen nga ky gërç, ne si Aleancë kemi qenë të parë që kemi thyer këta dhe kemi propozuar që nëse lëvizja vendosje propozon 2 kandidatë tjerë për shkak të kontributit të tyre në luftë, për shkak të historisë familjare, ne kemi deklaruar se do i votojmë. Dhe nesër nëse propozohet për kandidatë Saranda Burgojevci apo Shqipe Selimi do i kenë votat e Aleancës dhe do të zhbullohet. Pse bëhet ju këtë veprim, zonja Kadriaj, pra për ta sfiduar Aleancën apo e keni të sinqert? Jo, propozimet tona janë të sinqerta, jo me sfidu Aleancën, ti mendova ndoshta më e sfidu lëvizjen vendosje. E kam fjalën lëvizjen vendosje, ndjes për lapsusin. Jo me sfidu, në fakt, sepse pikërisht për ato temat të cilat i them me lart, kjo krizë e rëndë ekonomike, sociale, rritje e çmimit të energjisë elektrike dhe në fakt imazhi i Kosovës në arenën ndërkombëtare ka rap për toke, imazhi i kuvendit të Kosovës ka rap për toke për shkak të insistimit dhe për shkak të pamundësisë që kjo mazhorancë në këtë rast lëvizjeve vendosje e cila ka udhëheq me shtetin plot 5 vite e gjys, nuk është në gjendje, ka 48 deputet, nuk është në gjendje të gjej partner të gjej partner për bashkëpunim dhe ta zhbllokoj këtë situatë. Ju ja keni bërë një sfidë, pra i keni thënë ja votoj 2 kandidat, mirë po a e keni vendos edhe në këtë formë para një pozicioni tjetër, duke tentuar që impononi kandidatët? Në asnjë formë, megjithatë ne kemi dhënë alternativa, njëjtë ka dhënë alternativa edhe Partia Demokratike e Kosovës, të cilët kanë thonë që nuk do i votojmë nëse hodhni në votim për kryeparlamentar deputetët tash që kanë qenë ministra, ndërsa ka plot 48 deputetë ka figura të tjera që ndoshta janë më unifikuese, që ndoshta e kanë ndonjë mik edhe në parti të tjera që i kishin marrë votat dhe ky insistim që për plot 16 herë
të hudhet në votim Albolina Haxhive, cila si merr votat, Në pak është hudhur pas, më pas kalojnë këtë sesionin tjetër. Po nëse 15 Tentimin për ta ndruar komisionin. 3 herë kanë qenë po. Jo, kjo është me komisioni formuar për zgjedhjen e kandidatëve për kryeparlamentare. Nuk po hedhet kandidati në votim. Asnjë formë, po kjo është një lojë e lëvizjes vetëvendosës. Në fakt, momentin që po hudhet në votim për të formuar një komision ad hoc për partive politike për zgjedhjen e fshehtë, mënyrën e fshehtë të kandidatës për kryeparlamentar, në fakt është dështim i Albin Kurtit, është dështim i kandidatës së Albin Kurtit. Se po e konsideroni dështim